Prej disa ditësh në zonën e njohur të Bënjës ka nisur punimet për rikonstruksionin e plot të ligjave dhe infrastrukturës përreth. Kjo perlë natyrore e përmetet, me urat e saj termal të njohura për vlerat kurative, po merr një pamje të re, me ndërhyrje që do ta kthejë në një qendër moderne turistike. Punimet përfshin ndërtimin e vaskave të reja, rikonstruksionin e vaskës së madhe për ujin e lëkurës në formë dykatçe, sistemimin e shkallëve pranë lumit dhe ndërtimin e ambienteve shoqëruese, si tualete, dhoma, zhveshje, kafene, restorant, treg lokal, qendër ambulatore dhe një teatër i hapur veror. Gjithashtu do të ndërtohen zyra informacioni dhe hapësira parkimi për vizitorët, duke e bërë zonën më të aksesueshme dhe të përshtatshme për një turizëm të qëndrueshëm. Rikonstruksioni pritet të përfundojë në pranverën e vitit 2026 për të qenë gati për sezonin turistik dhe festivalet e rëndësishme që do të mbahen aty, si Vjosa Art në maj, që promovojnë kulturën dhe natyrën e bukur të Përmetit.